Në fakt nuk është komentuar dhe aq shumë sot kutia Pandorës e Gertës mbrëm, edhe fakti që nuk është komentuar shumë do të thotë që nuk la asnjë lloj mbrese dhe asnjë lloj, domethënë nuk përbëri lajm. Pse s'përbëri lajm? S'përbëri lajm sepse Gerta bëri një zgjedhje të dobët. Zakonisht kutitë e Pandorave vinë vetëm një herë, jo në jetë, po vinë vetëm një herë nëse ti merr pjesë në një format të tillë si Big Brother dhe nuk ke asnjë shans për ta shijuar për herë të dytë. Kështu që kur të vjen në dorë, ti duhet t'japësh maksimumin tënd për disa arsye. E para për ta favorizuar veten në lojë. Pra duke larguar nga loja të paktën një lojtar që ti të paktën e konsideron të fortë. E dyta është për të treguar që po jam lojtar i fortë dhe po kam stofin e fituesit. Gerta, me thënë drejtën, asnjëra nga këto të dyja nuk bëri. Prandaj unë e quaj një zgjedhje të dobët dhe një lojtare të dobët. Pra ajo dje konfirmoi që nuk ka hyrë aty brenda për ta fituar atë lojë. Një kjo. Pse e bëri këtë? Sepse ju dha Pandora dhe nga 3 emrat që ajo zgjodhi Laertin, Rozanën dhe Amberin. Normalisht në momentin që Gerta konsideron pra Amberin lojtare më të fortë se sa Gjestin në atë moment, atëherë Gerta nuk ka si lloj nuhatje për lojën. Përveç kësaj, ajo e dinte shumë mirë që në momentin që zgjodhi ta bënte këtë, e dinte shumë mirë që Amberi do ishte jashtë loje. Kjo ishte e para. E dyta, tregoj që është pak frikacake dhe në momentin që ti tregon që je frikacake, thua e vërtet me zë të lartë, me të fortë që ti nuk e hyr aty për ta fituar Big Brotherin. Sepse ti sapo faktorizove Rozanën dhe Laertin dhe hoqe Amberin. Ndërkohë, gjithashtu ke treguar që ti nuk ke mundësi, domethënë ke frikë dridhesh përpara heqjes së një banori të fortë. Pse? E para mund të friksohesh nga fansat e tyre, fansat e Rozanës, fansat e Gjestit, fansat e Laertit e kështu me radhë. Friksohesh, ke frikë. Do të thotë që s'ke besim tek mbështetësit e tu. Dhe në këtë moment Gerta ngelet tashi si thosh e pa orientuar, pse se ç'a ndodhi? Të 3 lojtarët që ajo besoj i konsideron të fortë i kanë në shtëpi, nuk ka asnjërin jashtë. Kjo për sa i përket kutisë së Pandorës dhe ky është, po them, shkaku dhe arsyeja pse kutia Pandorës nuk përbëri lajm, sepse ishte një gjë krejt e çuar dëm me pak fjalë nga një lojtare e Big Brother. Ishte e para kuti Pandore e këtij niveli që çohet dëm nga një lojtare e Big Brother. Për sa i përket pastaj nominimeve në të kësaj jave, pra që janë çunat përveç Kellit dhe Shtoktu dhe Valbonën, më është bërë disa herë pyetja pse s'është Gerta, e cila është një e nominuar e përhershme. Nuk di të them, besoj që Gerta mund të jetë nominuar e përhershme në gjitha nominimet që bëhen nga banorët dhe jo nga skemat e nominimeve. Kështu që kjo mund të jetë arsyeja, por pak rëndësi po ka kjo. Tani kemi gjithë çunat në nominim përveç Kellit. Njëri nga këta ka me vete dhe Valbonën që është Laerti. Tani, gara e çunave, ç'është e vërteta, është gara më e lehtë në Big Brother. Pra, tek çunat është çik më e thjeshtë situata. Pra, kemi një Gjest, kemi edhe një Laert që janë më të fortë se tjerë, janë më dominantë se tjerë, kurse pjesa tjetër e çunave, drejt me thonë, janë pak më inaktiv dhe janë pak më të dukshëm në shtëpi. Kështu që do t'i duhet gjithë këtyre, pra, po them Aldos, Shkëlzenit, kush është tjetër aty, Jozit e kështu me radhë, që t'jenë tepër aktiv dhe t'i fillojnë t'i mbushin mendjen njerëzve që pse duhet të rrinë në shtëpi. Aktivitetin më shumë nga të gjithë këta do ta rrisin Jozi si fillim dhe pastaj Aldo. Për Shkëlzenin nuk di të them, nuk e shoh të pozicionuar dikun që të rrisi aktivitetin e tij. Jozi nga ana e tij do vazhdoj këtë debatin me Loredanën dhe me Olën, pra këtë trekëndshin të pa kuptim që se akoma nuk e kuptoj se çai ka bërë Loredana këtij njeriu, nuk e kuptoj se di fare. Megjithatë do vazhdoj këtë, ndërsa Aldo do tentoj të ketë një marrëdhënie, një romancë me Rizardën dhe kjo është e dukshme. Pra, këto do jenë, po them, lëvizjet nëpër shtëpi, mendoj unë, të paktën deri të martën. Deri të martën do kemi këto lloj lëvizjesh. Pra, shtëpia tash në këto momente që ne flasim, sigurisht qetësuar pak. Ajo që më vjen keq, me thënë drejtën, deri diku, është që shumica
mbi 80% ose 90% e banorëve të shtëpisë mendojnë se romancat do t'i shpëtojnë nga dalja nga shtëpia, por romanca nuk të bën fitus. Fitus të bëjnë shumë gjëra tjera. Kështu që unë e di që s'kan hyrë gjithë për ta fitu, por të paktën mos të mbështeten tek romancat, por të bëjnë lojën siç është për ta bërë, dhe jo si puna e Gertës që i vjen kutia Pandorës dhe s'bën asgjë. Kështu që të përqendrohen, të fokusohen, edhe mendoj se do kemi një Big Brother akoma më të fortë. Deri tani jemi në kuadrin e lojës mesatare.